Stadiumi Fadil Vokri pritet të jetë gati për ndeshjen e së martës mes Kosovës dhe Zvicrës, pavarësisht rreshjeve të dendura të shiut në Prishtinë. Shënjesër ka siguruar pamje, ku shihen punonjës duke u përkujdesur për fushën ku do të zbarkojnë lojtarët e të dyja ekipeve me fillim nga ora 20:45. Kjo siç duket e shtyu edhe kreun e Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi të dalë me një njoftim në Facebook. Gjithçka është gati për ndeshjen e sotme. Sidoqoftë, vendimi për nisjen ose shtyrjen e ndeshjes është në duart e UEFA-s, nga e cila deri tash nuk është komunikuar ndonjë ndryshim. Kosova tashmë ka arritur play-offin për kualifikime në botrorin 2026, teksa hyn e qetë në ndeshjen kundër Zvicrës, që është loja e fundit në fazën grupore. Helvetikët vetë se kanë arritur plasmanin në kampionatin që mbahet në Amerikë, që do të prishej vetëm në rast të një fitoreje eventuale prej 6-0 të Dardanëve. Shënjestër.net